Kimi merr një 2 vjeçar, unë besoj do bëj. Edi Rama është i bindur se vetëm ai dhe Partia Socialiste mund ta integrojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe të gjitha energjitë ka përqendruar aty dhe nuk e diskuton një mandat të katërt, por atë e do sa më të fortë. Do marrë Partia Socialiste 71 deputet. Partia Socialiste nuk diskutohet. Çështja është Partia Socialiste të marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dali njeri përpara negociatave. Pastaj, si jam unë në 2029, do mbaron mandati në 2029, kemi kry punën. A jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania apo është dikush tjetër? Kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë ama do ta vë atë Albanin atje. Do ta marr për dorë kush tjetër. Unë besoj ide socialist. Unë tjetër socialiste. Në mandatin e katërt, kryeministri Rama nuk premton vetëm një Shqipëri më afër BE-s se kurrë, por edhe një Shqipëri më të fortë ushtarakisht. Po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake. Brenda mandatit katërt ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar për automjete ushtarake, për armatime, për dron, do ta kemi bazën prodhuese në Shqipëri. Në komunikimin online me ndjekësit në rrjetet sociale, Rama nuk la pa thumbuar as Sali Berishën dhe koalicionin e tij. Aleanca për kënetën madhështore. Dhe jam shumë i prekur që Kujtim Gjuzi, që posedon të vetmen gjë madhështore që kanë atë aleancë, mustaqet e tij, është lënë më njanë. Jam ndier keq kur kam parë Selami Enisherin, i cili e ka denoncuar koalicionin me fjalët më të rënda dhe është shkëputur prej tij. Zgjedhjet më 11 maj, Rama i konsideronte një rëndësie të veçantë gjeopolitike që do të ndajnë përfundimisht Shqipërinë nga një periudhë tranzicioni për ta çuar drejt Bashkimit Evropian.